Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, kemi të ftuar një mikesh të podcastit, Alesia Balliun, avokate. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Ka pasur disa angazhime përtej të gjithë zhvillimeve globale që na kanë shqetësuar normalisht të tepërmi, ka dhe zhvillime brenda vetit që po ashtu na kanë zhvilluar. Të shtunën opozita zhvilloi një protestë, si e gjykuat ju protestën e fundit për nga radha të opozitës? Pa diskutim që jam kundër përdorimit molotove dhe të bërit protest për shurëm, por jam pro çdo proteste e cila bëhet për qytetarët, për kauzat e drejta dhe për kauzat që realisht shqetësojnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Çfarë shkoi keq në këtë protestë? Le të themi, ishte një protestë paskenar, një protestë që nuk pati fjalime, por u zhvendos në shumë rrugë të kryeqytetit me hedhje molotovësh e po ashtu edhe agravim mes policisë dhe protestuesve. Kjo është një zgjedhje që tashmë e ka bërë Partia Demokratike me leadershipin e saj, duke transmetuar zhurmë dhe jehon në lajmesh për mediat ndërkombëtare, por duke shkaktuar pa diskutim një bezdisje brenda qytetit të Tiranës ku ka ndodhur protesta dhe duke shfaqur dhe pa kënaqësi tek qytetarët e Tiranës. Kështu që këtë protestë do ta përktheja më shumë zhurmë mediatike dhe pa diskutim një refuzim që u duk qarta si dhe nga pjesëmarrësit e pakët që pati gjatë dubimit. Mund të themi që protesta e humbi vlerën e saj pas ndryshimeve që ndërmori mazhoranca, më saktë qeveria? Shiko, vlera nuk e një proteste nuk humb sepse qeveria ndron lëkurën. Protesta e humb vlerën kur përdorin molotovët, kur përdoret dhuna si mjet, kur përdoret dhuna si mbivendosje, por vlera e protestës kundra një qeverie e cila e ndron lëkurën sa herë të dojë është pa diskutim e vlefshme, është e vlefshme pa diskutim kur nuk e udhëheqin individ cilët janë të korruptuar vetë. E shikoni të mundur ndryshimin që ndërmori qeveria për të pasur ndoshta edhe një qeveri teknike në të ardhmen, apo kjo ishte qeveria teknike që ndërmori? Kjo ishte qeveria teknike që po kërkonte PD-ja faktikisht, edhe Rama ja dha qeverinë teknike. Tashmë mund të themi qartazi që kemi një qeveri teknike dhe jo një qeveri politike siç duhet të jetë. Sot është e dhimbshme, po sot mungojnë politikanët në Shqipëri dhe sot ka vetëm individ cilët vihen dhe lëvizën sipas dëshirave të autokratit dhe këtu kur drejtojmë të autokratit them për të dyja parti si Berisha dhe Rama dhe ndërkohë mbeten pa ata protagonistët kryesor të politikës vjetër. Qartë, ka tani qeveri teknike si kërkonte edhe zoti Berisha dhe opozita, cila duhet të jetë sipas teje gjithmonë lëvizja e radhës e opozitës? Faktikisht lëvizja e radhës unë kam thënë e opozitës është një dhe vetëm një: riformatimi i të djastës shqiptare, riformatimi i Partisë Demokratike, riformatimi i menjëhershëm i kësaj partie, me intelektual, me individ cilët mbrojnë pronën, mbrojnë familjen, mbrojnë të drejtat e qytetarëve, me individ cilët janë intelektual, me individ cilët janë afër qytetarëve dhe vetëm ashtu fiton besimin e popullit dhe vetëm ashtu fiton votën për të bërë ndryshimin. Ndryshimi nuk vjen kurse si nga dhuna, ndryshimi nuk vjen nga molotovët, ndryshimi nuk vjen nga klasa vjetër, ndryshimi nuk vjen nga të korruptuarit që sot po e mbajmë peng. Kështu që hapi radhës i vetëm drejt fitores kësaj partie është riformatimi i plot i të djastës shqiptare, për t'i dhënë shpresë vendit, për t'i dhënë shpresë gjeneratës së re dhe pa diskutim për qenie hone madhe e ndryshimit politikës në këtë vend. E shikoni të mundur që Partia Demokratike të ndërmarrë këto hapa? Kishte edhe pak më herët edhe zoti Sajani pati disa idera po të njëjta, por duket se tashmë nuk është më në atë valën e nxehtë që ishte në fillim të lëvizjes së tij. Besoj që zoti Sajani do dali me një platformë se si Partia Demokratike të bëhet fituese. Mendoj që nuk e ka ndalur hapin, thjesht po merr kohën për të prezantuar programin.
Partisë Demokratike dhe antarëve të saj dhe pa diskutim ditët vijim do të shohim dhe do të gjykojmë sepse tek Partia Demokratike ka zgjedhje në muajin e ardhshëm, siç pritet mbas statutit Partisë Demokratike. Në ndërmerren këto zgjedhje në prill? Patjetër që po. Mendoj që po. Keni shpresa që në këto zgjedhje mund të ketë ndryshim, mund të ketë një rinovim, mund të ketë një ndryshim lëkure të Partisë Demokratike? Kur më pyetet çfarë duhet bëj opozita hapin e radhës, tu përgjigja që është riformatimi. Për sa kohë e them dhe e kërkoj, kam dëshirë ta besoj që do ndodhi. Qofse nuk do ndodhi, do e bëjmë Ramën mbret. Është gati opozita për gara elektorale? Jo. Kemi zgjedhjet lokale. Jo. Duket Jo. sikur Partia Socialiste ka filluar që të nxehë motorët për atë garë, ndërsa opozita duket se ka akoma këtë probleme të brendshme. Sado që Partinë Socialiste e ka ezauruar pushteti, Partia Demokratike nuk është gati. Nuk është gati pasi nuk pranon të ndryshoj vetveten dhe ndryshimi fillon nga vetja, ndryshimi fillon duke vënë figurat dashura, figurat pa komprometuara, figurat pa korruptuara, figura që nuk kanë frikë të dalin, të denoncojnë, të thojnë të vërtetën, figurat pa kapura. Kjo është ajo çka po kërkojnë sot shqiptarët nga opozita dhe që opozita është në gjumë dhe akoma nuk po reagon dhe nuk po arrin të analizojë gabimet e vetes në mënyrë që t'i korrigjojë dhe në mënyrë që të bëhet më e hapur, më e madhe, por sa vjen ngushtohet, mbyllet në një grup vogël njerëzish duke u bërë qesharake sa që në vend të sulmojnë qeverinë edhe të ngjallin shpresë kanë përfunduar duke sulmuar godinën e Enver Hoxhës. Kush e pengon këtë rinovim? Zoti Berisha apo ka një pjesë drejtuesish të Partisë Demokratike që e pengon? Pjesa drejtuese e Partisë Demokratike është e gjitha që mban dhe ruan status quo-n, nuk interesojnë demokratët, nuk intereson fitoria, nuk intereson që individi që garon, që fiton, që kontribon të premiohet. Pasi ato humbin privilegjet e tyre dhe pa diskutim midis garës dhe ruajtjes privilegjeve individuale do zgjedhin këtë dytën. Qartë, por teksa neve kemi një nevojë të brendshme për të ndryshuar Partinë Demokratike, opozitën, kemi po ashtu dhe një nevojë për bashkim. E shikoni të mundur një bashkim, ndoshta nëse mund të ketë një ndryshim të kuporës drejtuese, një rinovim të Partisë Demokratike. Çdo bashkim është i mundur në moment që PD-ja riformatohet. Për sa kohë PD-ja ka këtë kupol drejtuese, sa kohë ka këtë sjellje, sa kohë ka këtë leadership drejtues, i ka të mbyllura dyert ndërkombëtarisht dhe kombëtarisht. Dhe për sa kohë e them këtë, besoj se nuk ka ndonjë bashkim të gjitha palëve për të hequr të keqen më të madhe dhe për t'u vënë dikush tjetër. Kështu që në këtë prizëm mendoj që secili po ndjek trajektoren e tij politike, duke bërë edhe protesta të ndryshme, kauza të ndryshme, siç i kemi parë dhe pa diskutim që bashkimin nuk flitet fare në këtë moment, është larg. Ka edhe eksponent brenda Partisë Demokratike, më konkretisht unë kujtoj këtu zotin Muslim Urizi në një dalje për mediat, më saktë një intervistë për mediat në një nga protestat e zhvilluara nga opozita, tha se nëse zoti Berisha largohet nga drejtimi i partisë, kjo parti copëzohet dhe ndahet në 7 pjesë. E po ashtu ai luftoi ose më saktë sulmoi pjesën tjetër drejtuese të Partisë Demokratike, janë ata, tha ai, që nuk po lejojnë një lloj rinovimi, pra nuk u drejtua vet liderit të saj, zoti Sali Berisha. Ai tha që zoti Sali Berisha është ai që e mban akoma gjallë këtë parti, forcë politike. Si mendoni? E kam dëgjuar deklaratën, unë respektoj çdo mendim individual. Dhe kjo është një pikpamje që e shef zoti Murrizi situatën, unë nuk e shoh në këtë lloj pamje, kështu që gjithsesi respektoj opinionin që ai ka në lidhje me Partinë Demokratike, sepse ne jemi në demokraci dhe secili ka drejt japi opinionin e tij. Për mua pa diskutim që kupola drejtuese është pa diskutim krau djathti kryetarit dhe është kryetari që vendos këmbanës djastën e tij. Dhe e mendoj ndryshe. Primarët ishin një gabim dhe për këtë bijem dakord, sepse shumë prej figurave kryesore mbeten jashtë listave për deputet dhe rezultati përfundimtar e pasqyroi atë. A ishte kjo dhe një tregues, duke qenë se lajmet e para një jave që flisnin për një djalosh 24 vjeçar që u vendos në krye
ose më saktë zëvendës drejtori i përgjithshëm i autoriteti portual, familjarët e tij prej kohësh kanë qenë eksponent të Partisë Demokratike. Dhe motra pa diskutim ishte fituesja e primareve. Elizabeth Arret. Dhe kur dikush fiton primaret, pa diskutim që duhet të jetë pjesë e listës. Por në Partinë Demokratike ndodhe kundërta. Nuk pranojnë gabimet e veta, nuk pranojnë që kanë trastuar demokratët, nuk pranojnë që kanë trastuar kontributorët, duke i vënë padrejtësisht individ që nuk kanë pikë merite, dhe pa diskutim kur individët bëjnë këto lloj kalimesh, si me në rastin e zotit Sula, si me rastin e vllajt të zonjës më të votuar primaret e Fierit, ndodhin këto lloj kalimesh. Këto janë vendime personale që ato i marrin dhe pa diskutim që unë nuk jam askush që t'i gjykoj. Por di të them që gabimi qëndron tek PD-ja, qëndron te individët që na futën garë tek këto primare, mbrapa pastaj mund qëndroj tek vendimi personal që merri vllai apo personi tjetër në fjalë. Jo për të gjykuar, por Po nuk është për të gjykuar, sepse në momentin që ne do ta gjykojmë, atëherë e nisim shkaku sjell pasojën. A fitoi zonja primaret? Pse nuk është në listë? Që këtu fillon trastia ndaj demokratëve. Pikërisht në këtë aspekt. Tani në këtë aspekt kur primaret nuk ishin gabim, kur kryetari nuk e do garën, mos fusi fare në primare dhe të bëj siç bën Rama, ti vendosi vetë dhe është më e drejtë. Edhe për demokratët, edhe për publikun, paktën mos të fusi në garë gjithë partinë dhe të tallet në fund, duke thënë që mua nuk më intereson këto primare, nuk më intereson që jeni lodhur, nuk më intereson që keni vënë fytyrën dhe keni kapur antarët e Partisë Demokratike për t'i kërkuar votë, se në fund do bëhet vullneti dhe dëshira ime. Prandaj, kur mbroj tezën e garës demokracisë të primareve, nuk është se justifikoj faktin e individëve që kanë marrë një punë nga qeveria. Por e kap zanafillën që në fillim të problemit. Dhe problemi real është që demokratët nuk duhet futeshin në një garë kur kryetari kishte bërë listën paraprakisht. Ishte më e drejtë që kjo është lista ime, me këtë listë do hymë. Nuk ishte nevojë as për show, as për primare, as për garë. Kur ti e ke alergji garën, mos bë gara fake. Mos bë gara fake, se pastaj këto t'japin kosto. Ty në partinë tënde siç ta dhanë, një muaj para zgjedhjeve dhe dëmtojnë demokratët. Alesia, para disa ditësh, më saktë ditën e shtunë, në fundjavën që shkoi, ju papritur u gjendët në mes të banorëve që po protestojnë për kohësh në rjoll. Çfarë ishte lëvizja? Faktikisht, banorët e rjollit kanë të drejtën e votës për të protestuar për pronën e tyre, për të drejtën themelore që është e drejta e pronës, e drejta për të pasur dinjitet. Prona është padrejtësia më e madhe që është bërë shqiptarëve këto 35 vite. Dhe praktikisht po duan t'i marrin pronën, po duan t'i marrin të drejtën e tyre për të trashëguar pronën e tyre. Neni 41 i Kushtetutës e përcakton qartazi që prona mbrohet me ligj dhe çdo njeri ka të drejtë të një procesi të rregullt ligjor dhe të shpërblimit. Gjithashtu neni 1 i protokollit 1 të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit përcakton qartazi gëzimin e drejtës së mbrojtjes pronës dhe pa diskutim nuk lejon ndërhyrjen arbitrare të shtetit. Jemi përballë një fakti që është precedent i rrezikshëm që nuk po respektohen vendimet e gjykatave. Dhe këtu pa diskutim jemi përballë cënimit të respektimit të vendimit gjykatave dhe të parimit të sigurisë juridike. Pasi disa nga banorët aty pa diskutim kanë fituar në gjykatën e shkallës parë dhe në gjykatën e apelit. Dhe pa diskutim, ato kanë të drejtën e tyre për të qëndruar, të drejtën e tyre për të rezistuar, të drejtën e tyre për të mbrojtur pronën e tyre. Pronë të cilën po duan t'ja u marrin oligarku Ulaj, i cili pa diskutim që ka suportin e qeverisë, ka median e vet dhe mendon që mund të bëjë çdo doj me pronën e banorëve të rjollit. Unë kam dalë të protestoj pasi për mua prona është e drejtë themelore dhe çdo njeri ka të drejtë të gëzoj pronën e tij. Dhe askush sa do lek të ketë, sa do oligark të ketë,
tjetë, sado lidhje me qeverinë të ketë, nuk ka të drejtë i uzurpoj pronarëve legjitim pronën e tyre. Këtu duke i dhunuar me sigurinë, me polici, me polici private. Breçani Security, që kanë ushtruar dhunë mbi banorët e Rriollit, duke u futur dhe forcat e policisë shtetit, që kanë proceduar një fshat të tërë. Për çfarë? Për të drejtën e tyre legjitime për të mbrojtur pronën e tyre. Prandaj pa diskutim që kundër padrejtësive unë do protestoj dhe kundër padrejtësive pa diskutim që do ngrej zërin. Alesa, faleminderit shumë që ishit me ne, faleminderit shumë për gjithë nismat që ju ndërmerrni dhe faleminderit që jeni gjithmonë e gatshme për të përgjigjur pyetjeve që kanë të bëjnë me opozitën, por edhe me angazhimet tuaja. Faleminderit.